Rikthehemi sërish në studio dhe në fakt do flasim prej një prej gjërave cila bëhet me dëshirën le të themi më të mirë. Puna vullnetare kërkon një vullnet shumë të madh të brendshëm, që të shkosh apo të bësh një punë pa pritur ndonjë kompenzim apo pa pritur diçka në kthim mbrapa, mirë po të shtrish dorën dhe të japish kontributin tënd në një drejtim. Dhe në fakt vullnetarët nga Korpusi i Paqes këtë e bëjnë tërkohën. Korpusi i Paqes këtu në Maqedoni apo Peace Corps sjell çdo vit vullnetar të shumtë nga jashtë, sidomos nga Shtetet e Bashkuara, për të dhënë kontributin e tyre brenda vendit në organizata jo qeveritare, por edhe në institucione të ndryshme. Dhe në fakt për të folur pak më shumë për eksperiencën e tyre si të vullnetarëve, por edhe atyre që i pranojnë vullnetarët, mirë po edhe ata që lidhin tërë këtë punë dhe tërë këtë mundësi, ne këtu në studio do kemi 3 mysafir. Në fakt do kemi Metin Muaremin, i cili është drejtori ekzekutiv i CET. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, faleminderit shumë për ftesën era. Ju keni pranuar vullnetar, është viti i parë që keni marrë vullnetar ose edhe më herët keni marrë? Kemi pas më herët, pra kemi filluar diku nga 2010. Pra mendoj se vullnetari i 5-6 nga Korpusi i Paqes për ne është. Dhe më pas kemi në studio edhe Enrico Orozco, më fal nëse të ngatroj emrin dhe mbiemrin. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë për ftesën. Dhe Enrico, ti je vullnetar nga ku na vjen? Nga Florida, nga Amerika. Nga Amerika. Dhe bukra e vullnetarëve unë do them që është ajo që mësojnë si gjuhën maqedonase, mësojnë edhe gjuhën shqipe, dhe unë adhuroj kur ju a dëgjoj me aksent që flitni. Faleminderit. Por gjithashtu më vonë në lind do të na bashkangjitet edhe Mirlinda Alemdar, e cila është edhe menaxhere apo menaxhuese e tërë këtij projekti dhe programi, kështu që me të do flasim pak më tutje. Mirë, po unë dua ta filloj me vullnetarin të cilin e kemi këtu në Maqedoni. Sa kohë je në Maqedoninë e Veriut? Mendoj që jam 15 muaj në Maqedoni. Edhe si ka qenë, si vendose që të vish në Maqedoni? Unë nuk vendova. Me mirëve në Korpus nuk vendojmë ku dhe të shkojmë. Me fakt, unë nuk e dija ku dhe të shkoja, nuk e dija ku është Maqedoni, por pata shumë fat që kemi arritur, që arritën në Maqedoni. Po, si erdhi që të vendosësh që të aplikosh për të qenë vullnetar? Unë desha të shkoja në vend të hyar, desha të ndihmoj me projektin dhe të punoj me njerëz interesante dhe të mësoja më shumë për botën. Metin, du të të pyesë, si ishte hera parë kur more vullnetar? Po, mendoj se nëse bëjmë tani mund të themi krahasim, hera parë ishte 2010-a, edhe mendoj se ishte një ndër risitë që ne atëherë bëmë shumë në rajonin rural, pasi mund të themi edhe çmohemi për atë se zhvillojmë edhe mund të themi atë jo vetëm turizmin, mirë po edhe zhvillimin rural, pasi organizata CET vepron jo vetëm në Tears, pra zyrat i kanë në Tears, mirë po me punën që bën mundohet që këtë promovim të zhvillimit rural të promovojnë në nivel shteti. Ishte hera e parë në një rajon rural të vinë një person nga Amerika, pra ishte, mendoj se vullnetarja Kiara, e cila poshtë ishte në komunën e Tetovës, mirë po pasi nuk kishte shumë punë në pjesën e asaj dhe vendose që të vijë në organizatë tonë. Dhe ishte risi pasi si organizatë punojmë në pjesën e mbrojtjes së natyrës, në pjesën e organizimit të aktiviteteve kreative, punëtorive, trajnimeve të ndryshme, dhe mund ta paramendosh kur një i huaj poshtë siç është Enrique, apo në atë kohë ishte mendoj se nga një shtet tjetër i Amerikës, ndërmerr aktivitete për trit, pra fillon ta pastroj fshatin, mbledh beturina, edhe një i ri i cili është nga pjesa lokale dhe nuk bën asgjë, mendoj se me këtë ndikojmë në, mund të themi, në ngritjen e vetdijes, jo vetëm të komunitetit, mirë po edhe të rive, se derisa një i huaj kontribon për një rajon siç është Juni, çfarë presin ata? Mendoj se prej këtu fillon ajo pjesa, edhe po ashtu si organizatë e cila promovon vullnetarizmin si vlerë, pra filluam që nga ajo kohë deri tani, pasi Enrique mendoj se është vullnetari 6 apo 7 i cili vepron në organizatë, kemi ndikuar në promovimin e vullnetarizmit si vlerë në shoqëri, pasi shumë pak të ri apo shumë pak të
njerëz janë të gatshëm të ndërmarrin iniciativa për të mirën e shoqërisë, pa mos prit ndonjë benefit. Mendoj pra kryesisht te vullnetarët të cilët vinë nga korpusi i paqes, shifet ajo vlera e vullnetarizmit dhe motivimi i tyre të ndryshojnë diçka në shoqëri, edhe kjo mendoj pa dyshim ndikon në shoqëri edhe ku veprojmë edhe ne si organizatë. Po, në fakt vret shumë ky momenti që ne duam bëjmë gjithçka në kundërvlerë, sidomos të paras, edhe të përfitojmë diçka në mënyrë që të bëjmë. Po unë pikërisht do të di, Enrike, si erdhi kjo dëshira për të qenë vullnetar? A është diçka që në SHBA ndoshta mbjellet që në shkollë, ose ka qenë diçka individuale te ti? Në Amerikë në shkollë, ne mësojmë rreth vullnetarimit. Në fakt, jemi obliguar të bëjmë disa projekte, disa aktivitetet vullnetarësh, por pse di, nëna ime është një person shumë generous. Që do të jep? Dhe ajo çdo herë gjithmonë ka ndihmuar komshijet, ka ndihmuar familjen dhe ajo më ka mësuar shumë. Edhe më thoj pak, kjo është shteti i parë që ti vjen si vullnetar ose ke udhëtuar edhe diku tjetër? Si vullnetar, po, kjo është shteti i parë. Edhe si po duket si eksperiencë? Shumë mirë, shumë bukur, shumë mirë. Njerëzit janë shumë të mikpritis, shumë të hapër. Unë kam djerë shumë i mirëpritur. Po për gjithë këtë mundësimin që bën që ju si vullnetar të vini në vende të ndryshme, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, dhe që organizatat jo qeveritare dhe institucionet tjera të marrin vullnetar, të mund të zgjerojnë kapacitetet e tyre humane, le të themi, janë edhe Peace Corps apo Korpusi i Paqes këtu tek ne, dhe do kemi në linjë direkte tani Mirlinda Alemdar, e cila është menaxhere e projektit. Regjia, nëse mundet ta bëjmë lidhjen që me të flasim pak më shumë rreth këtij projekti. Përshëndetje Mirlinda. Përshëndetje Era, përshëndetje Enrike, përshëndetje Metin. Faleminderit shumë për ftesën dhe për hapësirën. Po të lutem, ne kemi këtu, unë veç e më fillova bisedën, është një bisedë shumë të këndshme dhe sidomos me shqipen me akcent, për cilën i thash Enrikës që unë i adhuroj vullnetarët kur mësojnë gjuhën shqipe ose maqedonase, sepse flasin me shumë ëmbëlsi. Por Mirlinda më thoj pak se sa është i vështirë ky procesi për të sjellë një vullnetar, sidomos nga shtetet të cilat kanë një sistem komplet ndryshe nga joni. Ashtu pikërisht Era, biseda me të vërtetë është gjithmonë e këndshme, posaçërisht me vullnetarët tanë të cilët vetëse një vit janë këtu dhe vetëse janë integruar mirë në organizatat e tyre, në komunitetet e tyre. Bile është shumë një moment i lezetshëm kur përdorin edhe dialektet e caktuara nga vendi ynë. Dhe ne jemi me fat se kemi shumë vende dhe shumë rajone ku i kemi vullnetarët tanë të cilët punojnë dhe jetojnë në Maqedoninë e Veriut. Gjithsesi kjo bara i bie kolegëve tanë në Washington më tepër rreth rekrutimit të vullnetarëve. Ne vetëse kur i pranojmë vullnetarët zakonisht në muajin shtator, ata nuk fillojnë më njëherë me punë. Ka një trajnim intenziv 11 javësh, i cili përfshin shumë komponenta të ndryshme, cilat më tutje ju ndihmojnë në integrimin në komunitetet e tyre. Do thotë, pasi që kalojnë këtë trajnim gjuhësor dhe teknik, ato sigurisht që vinë me një eksperiencë të jashtëzakonshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirëpo ne punojmë me vullnetarët që të adaptohen ngadalë në kontekstin lokal. Ju tregojmë se si funksionojnë gjërat tek ne, qoftë sistemi politik, qoftë rregullimi shoqëror, si funksionojnë komunat, organizatat jo qeveritare. Pasi që ju e dini, në Korpusi i Paqes në Maqedoninë e Veriut ka 2 programe kryesore. Njëri është për arsim i gjuhës angleze dhe arsim special, dhe tjetri është programi për zhvillimin e komuniteteve, në të cilin bën pjesë edhe Enrike dhe Metini. Dhe ne kemi fat që kemi organizata të tilla, siç është CEDI nga Tearca dhe shumë organizata tjera në të cilat i kemi të vendosur vullnetarët, të cilët janë si dera e parë apo
kontakti i parë i vullnetarëve për futja apo integrim në komunitetin më të gjerë. Se nuk përfundon puna e vullnetarëve në organizatën ku janë, ata i përkasin të tërë komunitetit, ata kyqen mandej edhe në aktivitete shtesë, punojnë me kryqet të kuq, me shkollat fillore dhe të mesme. Ne do të thotë në programin për arsim special dhe arsim të gjuhës angleze, vullnetarët punojnë në shkolla fillore, në shkolla të mesme, ndërsa vullnetarët për zhvillim të komuniteteve punojnë në organizata jo qeveritare, në qendra rinore, në komuna dhe japin përparësi komunave rurale dhe ata të cilat nuk kanë aq mundësi edhe për aktivitete për të rinj, dhe me një fokus të veçantë të rinjve. Në fakt, pikërisht edhe për këtë pjesë, ai përket sidomos organizatave qeveritare, sepse me tin ne kemi këtu, sa ka ndihmuar që të kesh një vullnetar i cili vjen nga jashtë me një eksperiencë komplet tjetër, nga një botë komplet tjetër, le të themi? Mendoj se Enrique dhe pikërisht një vullnetar para ti, vetë se kemi arritur në një stas ku vullnetarët ndjehen si me qenë prej rajonit tonë, pasi edhe Mirlinda e përmendi pjesën e përgatitjes prej fazës përgatitore, ku vullnetarët përveç që mësojnë gjuhën shqipe dhe maqedone, ata mësojnë edhe se si të sillen mund themi në komunitet, dhe pas kësaj paraprakisht duke pasur parasysh edhe mënyrën edhe të vepruarit të organizatës, e cila promovon edhe vlera mund themi më gjithëpërfshirëse. Mendoj se shumë shpejt adaptohen dhe Enrique është si pjesë e organizatës si me qenë prej nga fillimi, pra nga 2006 që si organizatë që veprojmë, pasi ai jo vetëm se kyqet në për aktivitetet ku mund të mendoj të realizoj edhe aktivitetet të tjerë, mirë po ai është i gatshëm edhe të menaxhoj edhe me projekte më të mëdha, mirë po edhe të menaxhoj me aktivitete të cilat janë shumë domethënëse për organizatën, pra ai është pjesë e organizatës dhe në shumicën e rasteve të rinj të cilët vinë në organizatë në qendra rinore kanë mundësi të ndjekin një film apo të marrin pjesë në një punëtori të cilët kryesisht udhëhiqen nga Enrique, mirë po edhe nga vullnetarë tjerë të cilët janë po ashtu, edhe jo vetëm nga korpusi i paqes, mirë po edhe nga programet tjera, pasi edhe njerë vlerat të cilat CETI promovon ngërthehen apo përputhen me vlerat të cilat edhe vullnetarët e huaj vinë në organizatë edhe mundohen të promovojnë në komunitet. Enrique, Mirlinda tha që ju kaloni një periudhë adaptimi, le themi 3 muaj pothuajse. Trego pak sa ishte interesante që të njihesh me botën, me jetën tonë këtu në Maqedoni. Edhe një herë, më falë? A ishte interesant dhe sa ishte ndryshe Maqedonia e Veriut nga Florida, nga ku vjen ti? Ka shumë ndryshme. Si njerëzit, e them që njerëzit këtu janë shumë të hapër, janë shumë të mikpritis dhe në Amerikë nuk është kështu. Në Amerikë jemi më shumë ftoft, por në Maqedoni çdo herë që shkoj në ec, çdo herë që shkoj në shëtitje, nuk e di, kalum në rrugë dhe disa persona i ta, hajde të pajmë një kafe, hajde të pajmë në qaj, dhe këtë gjërat nuk kaluan në Amerikë. Të pëlqen më shumë kjo ose Amerika? Me pëlqen shumë kjo, po. A të mungon pak se Amerika është edhe pak individualiste, njerëzit janë kështu për vete pak më shumë, të mungon ajo ose jo? Jo me mungon shumë familja nime, me mungon miqtë ime, po. Si përballesh me këtë që me homesick apo me atë mallëngjimin për familjen? Çdo ditë I call. Kontakton me ta me telefonin? Çdo ditë kontaktoj me telefonin familjen nime, i dërgoj fotograf, i dërgoj një post. Edhe kështu që mbeteni në kontakt me ata. Mirlinda, ne do kyqemi kështu me pyetje në ndërkohë. Më thuaj pak sa punë bëhet në këtë drejtim me vullnetarët, sepse një vjet ose ndoshta edhe mbi një vjet nuk është kohë e shkurtër ti jesh larg vendlindjes apo vendit ku ke jetuar. Po, era
Vullnetarët zakonisht ciklin e shërbimit e kanë 2 vite, me mundësi të ripërtrirjes apo shtesës, do thotë disa nga vullnetarët mund të vendosin ta vazhdojnë shërbimin edhe 1 vit shtesë edhe 2. Kemi edhe shumë interes për shembull për vullnetarë të cilët vetë kanë po e përfundojnë shërbimin në shtete tjera, në të cilat është prezent korpusi i paqes, dhe bëjnë transferim, si për shembull edhe nga shteti ynë ka interes për transfer në shtete tjera. Dhe këto 2 vite ne kemi një sistem shumë të mirë të përkrahjes, mirë po edhe vullnetarët janë të tillë të cilët janë shumë rezilient si sistemi, i përballojnë shumë gjërat në mënyrë shumë inspiruese dhe mahnitse për ne, bile edhe habitemi se sa janë të qëndrueshëm dhe sa janë të fleksibil dhe adaptohen në situata të ndryshme dhe në kontekstin. Mirë po këto elementet cilat i përmendi edhe Enrikja, mikpritja dhe trajtimi të cilin e kanë organizata që i trajtojnë si kolegë të barabartë, familjet nikoqire, zyra jonë, stafi i cili është në dispozicion të vullnetarëve për përkrahje, të gjërave të ndryshme, të natyrave të ndryshme, e bën gjithë këtë eksperiencë të mundshme dhe pak më të lehtë për ta, siç e thatë edhe ju vetë, nuk është lehtë të jesh në një shtet komplet tjetër. Disa bile vullnetarë herë të parë e lëshojnë Amerikën dhe vinë në shërbim, jo vetëm tek ne, po edhe në shtete tjera. Dhe është hera e parë ku ata janë larg familjeve të tyre, larg punës së tyre, të dashurve të tyre, dhe sigurisht që kanë nevojë për përkrahje, mirë po ata edhe vetë janë shumë i përballojnë situatat. Do thotë ne mundohen vetë së pari ti bëjnë ballë sfidave dhe nëse ka nevojë mandej na kontaktojnë neve si staf të korpusit. Mirë po në linjë të parë të përkrahjes janë familjet nikoqire, miq nga komuniteti dhe sigurisht bashkëpunëtorët siç është në këtë rast me Tini dhe supervizorët apo drejtorët të cilët kanë në organizata. Është një përkrahje integrale, themi, dhe sinkronizuar mes shumë aktorëve të shoqërisë, që i bën ata të ndjehen të mirëseardhur si e para dhe të përkrahur. Dhe gjëra tjetër e bukur e korpusit të paqes dhe vullnetarëve është se organizatat vetë aplikojnë. Motivimi vjen nga vetë komuniteti. Komuniteti e gjen të arsyeshme që dëshiron ta ketë një vullnetar amerikan i cili do t'i kalon 2 vite dhe do të punon krah me ato në shkollë, në komunë apo në ndonjë organizatë dhe të sjellë një risi, një freski, ide të reja. Mirë po e gjithë kjo në interes të komunitetit dhe e iniciuar nga komuniteti, se normal që nuk mund të kemi bashkëpunim të mirë aty ku nuk ka nevojë apo nuk vetë komuniteti, shkolla apo organizata nuk e ka pasur arsyeshme të ketë një person ekstra apo përkrahje. Dhe tashme sa di unë vetë se më ka filluar mundësia që gjithë ata që duan përkrahje, duan të kenë një vullnetar nga jashtë të mund të aplikojnë, apo? Po, patjetër. Ne pranojmë aplikime gjatë tërë vitit, do thotë kush është i interesuar dhe nuk ka thirrje të hapur, mund të na kontaktojë gjithsesi. Ne ta kemi atë aplikimin vetë të dokumentuar. Mirë po tani e kemi edhe zyrtarisht të hapur, deri më datën 15 prill. Të gjitha komunat, organizatat, qendrat rinore janë të mirëseardhura të vizitojnë në webfaqen e korpusit të paqes dhe në seksionin i cili është identifikuar për Maqedoninë e Veriut ka aplikimi, formular, i cili plotësohet dhe dërgohet në adresën e paraparë. Dhe ekipi ynë, pasi që t'i pranon aplikimet, e kontakton organizatën dhe aplikuesin dhe fillon faza e bisedimeve, vizitohet vendi i punës, bisedohen të gjitha mënyrat e bashkëpunimit dhe bëhet një familjersimi dhe prej aty fillon vetëse faza e parë e bashkëpunimit. Dhe tani varësisht nga numri i vullnetarëve të cilët arrin në vend dhe nga interesi i organizatave, ne në fund mandej e bëjmë shpërndarjen e vullnetarëve në bazë të interesave të tyre, në bazë të nevojave dhe mundohemi ta bëjmë një përputhje sa më të mirë.
Më falë, unë kam edhe një pyetje tjetër për ty, mirë po më intereson pak Enrique ta di pak edhe të kaluarën e ti, sepse ju vini edhe me një bagazh. Çfarë ke bërë në Amerikë? Çfarë profesioni ke pas, Enrique? Po profesia jam inxhinier informatike, por kam punuar shumë vite në organizatë tjera. Edhe ndihmon Enrique në këtë drejtim si inxhinier kompjuter? Mendoj para aplikimit të Enriques, pra ne si organizat edhe çdo herë, mendoj edhe në projektet e radhës çdo herë që i kemi, pra një ndër gjërat që kërkohet edhe nga donatorë të huaj ose organizata më të mëdha është se si mund të organizata ta ketë një sistem shumë më të organizuar në të vepruarit apo në promovimin e aktiviteteve në pjesën e webfaqes e kështu me radhë. Dhe mendoj se Enrique është një ndër personat të cilin edhe po ta kërkonim në shtetin tonë, nuk do të mund ta gjenim pasi arriti që me shkatësi dhe përvojën të cilën vetë se e përmendin nga SBA-t, ta integrojnë në organizat dhe momentalisht organizata ka mund të themi një server, një sistem shumë të organizuar të përpunimit të dhënave dhe në pjesën e promovimit të webfaqes, mirë po ajo që tani edhe konkretisht jemi duke punuar është pasi e përmendi edhe vjen me një bagazh ku don shumë të dalë në natyrë të ecë kështu me radhë. Punon në një projekt pasi po ashtu jemi nga pjesa e Malit Çar në krijimin një platforme e cila do të bëjë promovimin e Malit Çar, mirë po nga pjesa e pamjes apo nga pjesa e se si kjo gjë shihet nga një turist. Pra çdo herë ne mund t'i bëjmë promovimin e kështu me radhë, mirë po është ndryshe kur një gjë përgatitet me syrin e një turisti cili do të vinte dhe pikërisht këtë vlerë të veçantë e kemi nga Enrique dhe po ashtu është i kyçur te kjo pjesa. Pra thash pjesën e organizimit të webfaqes e kështu me radhë, edhe të gjitha ato njohuri të cilat i ka edhe nga SBA-t edhe nga kombimet tjera, ai maksimalisht i kyçur në organizat dhe me këtë kontribuon në ngritjen e kapaciteteve të organizatës, pra pikërisht në pjesën e PR-it e kështu me radhë. Enrique, Mitini na tha që adhuron natyrën. Sa të pëlqen natyra në Maqedoni? Shumë. I shumë e dua Mali Çar. Është pjesë më e rëndësishme për mua në përvojat ime. Ke bërë hiking? Çdo javë bëj hiking. Jam antar në 3 shoqëtare malltore. Edhe si është eksperienca me shoqatat? Super, shumë mirë. Jam antar me një klub, planinarski klub Luboten, me shoqeta bjeshkëtare Tetova, dhe kemi në klub në Terc, Shauqica për Shefts. Njerëz nga ato klubi janë shumë të mikpritis, me ndihmojnë shumë, si të shkoj në mal, ku do të shkoj, e dua shumë parku kombëtar Mali Çar. A e ruajmë në natyrën sa duhet, apo e ndotim? Edhe një? A e ruajmë ne qytetarët e Maqedonisë së Veriut, a dim ta ruajmë natyrën që e kemi? Do we protect the nature? Mendoj që duhet pak më shumë konscientim. Natura në Maqedoni është ka shumë potencial, ka shumë potencial. Kështu që të na e thot një person i cili tashmë jeton mbi një vit këtu që duhet të kujdesemi për natyrën, kjo është një vërejtje shumë e rëndësishme që të gjithë ne të kujdesemi pak më shumë. Mirlinda, kemi të dhëna në atë aspektin se sa vullnetarët kanë kontribuar në qoftë në zhvillimin e komunitetit, në gjuhën angleze. Për shembull, jam shumë kurioze di se nxënësit a e mësojnë më mirë anglishten kur vullnetari e ligjeron ose kur e ligjeron një arsimtar shqiptar. Era gjithsesi se kjo është një punë ekipore dhe vullnetarët të cilët punojnë në sektorin e arsimit apo në shkolla fillore, krah arsimtarëve të gjuhës angleze, ata punojnë si ekip. Vullnetarët vetë më vete nuk mund të ligjerojnë në shkolla për shkak të dispozitave ligjore. Ata janë si përkrahës të arsimtarëve dhe si tandem, si partner të arsimtarëve të gjuhës angleze, edhe pse ata janë folës gjuha e tyre amtare.
Dhe për fat të mirë bashkëpunimi është tepër i suksesshëm. Vullnetarët kanë një sistem raportimi i cili është unik për korpusin e paqes dhe ne mbledhim të dhëna në nivel kuartal dhe i analizojmë dhe nga bëjmë edhe fokus grupe me arsimtarët dhe me të gjithë të inkuadruarit dhe bashkëpunëtorët e vullnetarëve dhe jemi të jetë krenar dhe të lumtur se ka përmirësime dhe ka interes shumë të madh për bashkëpunim. Dhe nxënësit i pranojnë shumë mirë, se edhe në qoftë se nuk janë arsimtar, për shembull nëse janë vullnetarë si Enrique, të cilët nuk janë profesor apo arsimtar të gjuhës angleze, vetëm prezenca e një shtetasit të huaj me të cilin mund ta ushtrosh gjuhën, ka një rëndësi të madhe. Dhe gjëra tjera të mira të angazhimit të vullnetarëve në komunitet është se bëjnë edhe aktivitete shtesë kreative, kampe verore, kur janë shkollat e mbyllura që nuk ka mësim, organizojnë kampe me tematika të ndryshme, edukative, zbavitse, kampe me tema të ndryshme. Dhe jo vetëm vullnetarët e gjuhës angleze, por edhe ata të zhvillimit të komunitetit, dhe bëjnë aktivitete sikur Spelling Bee, të cilat janë shumë zbavitse për nxënësit dhe e mësojnë gjuhën me metoda të ndryshme inovative, të cilat për shembull tek ne nuk janë përdorur deri më tani, po vlen shumë të theksohet se edhe vullnetarët tanë mësojnë shumë nga arsimtarët lokal. Do thotë, ajo ndarja e njohurive është e dyanshme, bashkëpunimi është dhe mësimi është një rrugë e dyanshme dhe ne jemi të jetë krenar për këtë bashkëpunim. Dhe gjithashtu bëjnë edhe projekte të ndryshme së bashku me shkollat dhe me organizatat dhe ide të ndryshme. Vlen të theksohet një kuriozitet dhe një gjë shumë interesante, se është në ngritje interesi edhe i grup moshave më të rritura, më të mëdha, për mësimin e gjuhës angleze nga ana e vullnetarëve. Dhe vullnetarët ku kanë hapësirë nëpër shkolla, nëpër qendra të ndryshme rinore, ose organizata nëse kanë një hapësirë ekstra, ato bëjnë projekte dytësore, si që themi ne, secondary activities, dhe aty kyçin edhe grup mosha të ndryshme, dhe ka shumë të rritur, ka bile edhe pensionistë të cilët vinë dhe ndjekin orë jo formale të gjuhës angleze. Mësojnë për shembull terme si të përdorin e-banking, si të bëjnë pagesat llogarive për shembull nëpërmjet sistemeve elektronike, disa terme se si përshëndetje dhe ashtu bazike, do thotë jo në mënyrë të strukturuar apo si që mësojnë në kurse, mi po në një mënyrë zbavitse dhe aty kalojnë kohë së bashku me vullnetarët dhe mund të themi se edhe kjo është një gjë shumë interesante me cilën ne krenohemi në qytete të ndryshme dhe fshatra ku janë vullnetarët tanë. Mirlinda, unë do vazhdoj vetëm edhe me ca pyetje me vullnetarin, mirë po ty të falenderoj shumë për këtë linje dhe që ndave kohë për të nda pak më shumë nga Korpusi i Paqes. Faleminderit shumë Era, ju përshëndesim dhe ju faleminderit shumë për përkrakjen. Juve si televizion dhe gjithsesi i ftoj të gjithë të interesuarit të na kontaktojnë dhe të dërgojnë aplikime po që janë të interesuar dhe ne me kënaqësi do t'i kontaktojmë dhe dua t'tregojmë të cilat janë në më shumë detaje, cilat janë opsionet, përfitimet dhe si duket një bashkëpunim me një vullnetar amerikan në Maqedoninë e Veriut. Ju faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Unë kam një pyetje të fundit, Enrique, për ty. Sa e rënd është të mësosh gjuhën shqipe dhe gjuhën maqedonase? Unë mësoja edhe shqip edhe maqedonisht në një kohë. Me vjen shumë vështirë. Për si vullnetare e Korpusit të Paqes, e dim që gjuha është mënyra kyç për të intriguar në komunitet. Me pëlqen shumë të studioj shqip, është në gjuhë shumë e bukur, shumë interesant, i vazhdoj. Je integruar në komunitet ti? Mendoj që po, jam antar me tre klubin, kam shumë miqte në komunitet, dhe sa herë që shkoj në Tetov, rastësisht që do herë shoh një person, një miq në rrugë, dhe miqtet time me thonë që në një vit kam njohur
të gjithë në Tetova. Është në arritje shumë e madh për mua, sepse jam introvert. Dhe ta imagjinosh një introvert që njeh gjithë Tetovën. Unë si ekstroverte nuk njeh gjithë Tetovën, e lem introvert. Jemi drejt fundit kështu, do rekomandoje që gjithë të aplikonin për të pas vullnetar? Patjetër, mendoj se shumë gjëra u than edhe nga Enrique edhe nga Mirlinda, dhe ne të gjitha mesazhet, të gjitha gjëra që mund t'i themi për të rekomanduar punën tonë mund të shihet nga projektet të cilat i realizojmë. Pra nëse duan organizatat që të jenë më të hapur, më me vlera europiane, mirë po edhe botërore, patjetër të kenë, mendoj, persona mund të themi nga korpusi i paqes, pasi ata jo që vinë me një kulturë të re, mirë po vinë edhe me një përvojë të cilën ne nuk mund ta kemi edhe po të kalonim edhe shumë vite. Edhe këta vinë me atë vlerën se duhet të bëjnë diçka në komunitet, dhe tek ne kjo shumë pak, mendoj si vlerë ekziston, dhe mendoj se nëse duan organizatat po ashtu që të realizojnë aktivitete ku ka një gjithë përfshirje, pasi në shumicën e rasteve shpesh organizatat janë ose vetëm një nacionale apo vetëm një kulturore kështu me radhë, pra këto vullnetar që vinë po ashtu këtë vlerë e kanë mund të themi të gatshme, dhe duan të bëjnë gjëra të cilat japin mesazhe jo vetëm për një individ, mirë po për komunitetin. Andaj do ju rekomandoja edhe organizatave tjera të cilët edhe shkollave, pasi përvojën të cilën ne e kemi nuk mund të përshkruhet për shumë shkurt, mendoj për një emision shumë të shkurtër, mirë kemi shumë gjëra për aktivitete dhe projekte të cilat është si një manifestim Dita e Groshët, të cilën pikërisht është koordinohet pjesa e të rive vetëm nga një vullnetar i huaj, dhe kjo do me thonë për ne shumë gjëra. Pra faleminderit shumë edhe për ju për ftesën. Faleminderit shumë. Enrique, faleminderit shumë që jenë në Maqedoninë e Veriut edhe që po jep kontribut këtu në vendin tonë. Faleminderit shumë Era, dhe faleminderit shumë njerëzit e Maqedonisë.